Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, atë e lavdërojmë, atij jemi mirënjohës, atij kërkojmë falje dhe atij kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë. Padyshim ai që Allahu subhanahu wa taala e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, ai është i udhëzuari dhe askush nuk mund ta devijojë. Dhe atë që Allahu subhanahu wa taala e ka lënë në humbje, ai është i humbur. Dhe askush nuk mund ta drejtojë përveç se Zoti xheleshanu. Pas një pendimit sinqert dhe përkushtimi të vërtet nga robi. Padyshim, profeti sallallahu alaihi wasallam u shpjegoi ummetit çdo rrugë të hajrit, e cila i afron tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe ja shpjegoi çdo devijim që shejtani i mallkuar dhe dëshira dhe pasionet e shfenuara të njeriut e largojnë njeriu. Dhe këshilloi ummetin që të ruhet prej tyre. Hadithet në të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam shpjegon cilësitë e banorëve të xhenetit, por edhe cilësitë e banorëve të zjarrit, përshkrimin e tyre në jetën e kësaj dynjaje dhe veprat e tyre janë të shumta. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe na ka shtjelluar përshkrimin e njerëzve të mirë, që në jetën tjetër do të jenë në xhenet. Dhe na ka treguar cilat janë veprat e tyre në këtë dynja. Po kështu edhe ata që do të jenë në zjarrin e xhehenemit. Dhe na ka treguar se si do të jenë veprat e tyre në jetën e kësaj dynjaje. Në mënyrë që njeriu të analizojë veten dhe të shohë me cilin grup është. Me një hadith të ngjashëm do të merremi edhe sot në këtë hutbë, në të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam shtjellon shumë çështje, se ai është një hadith i gjatë faktikisht, ndër të cilat dhe kjo që përmendëm. Pra përshkrimin e atyre që do të jenë banorë të xhenetit, pra disa kategori për tyre, sa ata janë të shumë, po disa kategori i përmend profeti sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dhe përshkrimin e banorëve të zjarrit, por ndoshta kjo e dyta mund të jetë pjesë e hutbes tjetër, nëse zgjatet kjo hutbë. Prandaj do të kufizohemi me përshkrimin e banorëve të xhenetit në këtë hutbë inshallah. Nga Iyad ibn Himar, përcillet se e ka dëgjuar të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam duke mbajtur një hutbë dhe duke thënë në fjalimin e tij. Pra kjo është një hutbë e gjatë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: Allahu i madhëruar dhe i lartësuar më urdhëroi që t'ju mësoj atë që nuk e dinit, prej asaj që ai më mësoi sot. Dhe vijoi profeti sallallahu alaihi wasallam të mbajë një hutbë të gjatë, në të cilat pra në fjalët e tij ka mësime të shumta, dhe ndër të tjera, pastaj ai tha: banorët e xhenetit janë 3 kategori, ose më saktë ndër banorët e xhenetit janë 3 kategori njerëzish në këtë dynja. Së pari, sundimtari që është i drejtë, bujar dhe i ndihmuar nga Zoti në rrugën e drejtë dhe në rrugën e të drejtës. Së dyti, një burr i mëshirshëm me zemër të butë ndaj çdo të afërmit të tij, por edhe të gjithë muslimanëve. Dhe së treti, një njeri i ndershëm, i varfër, por që e përmban veten dhe ruan veten e tij, dhe i cili ka një familje të gjerë për të cilën ai duhet kujdeset. Këto ishin 3 kategori që në fakt janë nga kategoritë më të gjera në jetën e kësaj dynjaje, më kryesorët. Kështu janë njerëzit, ose do të jetë udhëheqës, pa pjesë e udhëheqjes, dhe në fakt s'bëhet fjalë vetëm për udhëheqjen e shtetit, por çdo njeri që është përgjegjës mbi dikë, pra një udhëheqës shoqërie caktuar, madje edhe një prind në shtëpinë e tij me fëmijë dhe me ata që kanë nën vete. Kështu janë njerëzit, ose disa cilësi të tjera që i përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Qëndrojmë në secilin prej tyre, elus Allahun subhanahu wa taala të na bëj që të kujdesemi, dhe të jemi pjesë e këtyre njerëzve të mirë. Dhe pastaj përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe banorët e zjarrit, por sikur se thash, kjo do të jetë pjesë e hutbes tjetër. Allahu i lartësuar e urdhëroi të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam që t'ua përcjell mesazhin me të cilën ishte dërguar. T'ua sqaroj atyre rrugët e udhëzimit dhe shpëtimit, cilësitë e mira që duhet i ketë njeriu,
I udhëzoi se cilat janë ato punë të ndershme, të pastra, të mira, ato cilësi që Zoti Gjeleshanu i do. Dhe i shpërblen ata që në jetën e dunjas stolisen me këto cilësi. Profeti sallallahu alajhi wasallam e përmbushi me përsosmëri urdhrin e Allahut Gjeleshanu për ta përquar çdo mësim të mirë tek populli i tij. Edhe kjo, pra ky hadith është pjesë e kësaj ose këtij shtjellimi që bën profeti ynë sallallahu alajhi wasallam. Atëherë, banorët e xhenetit, së pari, profeti sallallahu alajhi wasallam përmendi sundimtari që është i drejtë, bujar dhe i ndihmuar në rrugën e së drejtës. Ta kuptojmë mirë se për kë bëhet fjalë. Njeriu që ka pushtet, domethënë çdo person që ka në dorë një çështje, për çështjeve të njerëzve dhe muslimanëve. Kjo kategori përfshin njeriu që ka pushtet, autoritet apo ndikim në çështjet e njerëzve. Qoftë sundimtar, gjykatës, drejtues institucioni, përgjegjës komuniteti, apo kujdo që është besuar një detyrë dhe nën vete ka njerëz të cilët i urdhëron dhe i ka nën përgjegjësinë e tij. Pra për kë bëhet fjalë? Për këto kategori që përmendëm. Pushtet pra këtu nuk kupton vetëm mbretërinë apo qeverisjen e madhe, themi, të dikujt që ka mbi supe. Por çdo lloj forme përgjegjësie ku vendimet i takojnë pra këtij njeriu mbi të tjerët. Një prind në familje, një mësues ndaj nxënësve, një drejtues në punë, një imam në xhami, etj. etj. Pra njëri që ka nën vete njerëz që i drejton dhe kujdeset për ta. Së dyti profeti sallallahu alajhi wasallam tha dhe është i drejtë. Me njerëzit e tij vendos drejtësi dhe të vërtetën me ta. Dhe ai është bujar dhe bamirës. Jep nga pasuria dhe mirësitë e tij, nuk i mban për vete pasuritë e njerëzve, por i shpenzon për dobi të tyre. Profeti sallallahu alajhi wasallam e përshkroi të njerëzit si të drejtë dhe bujar, sepse ai nuk e përdor pushtetin për veten, por për të tjerët. Nuk sundon me frikë, pra që të friksojë njerëzit, por me mëshirë. Nuk mbledh pasuri, por e shpërndan dhe jep begati me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alajhi wasallam e përkufizoi dhe e përshkroi këtë duke thënë muwaffaq. Pra ai është i suksesshëm dhe i udhëzuar nga Zoti Gjeleshanu. Ky sundimtar është i drejtë, i mirë, synon hajrin, gjithmonë mban drejtsinë dhe paansësinë, për të gjithë kujdeset një lloj sepse gjithë i kanë përgjegjësinë e tij dhe nuk i trajton disa si të nënës, disa si të njerëkës, me kuptimin që përhapen ndër njerëz. Pra, pasi dha këto përshkrime, tha profeti sallallahu alaihi wasallam është muwaffaq. Pra ai është i suksesshëm dhe i udhëzuar nga Zoti. Ja ka bërë mbar Zoti atij që ti je i tillë. Dhe kjo në fakt nuk jepet kështu pas ndonjë shkak. Ka disa shkaqe që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë këtë udhëheqësi të drejtë, këtë mirësi dhe këtë sukses. Dhe këtu në fakt është pjesa që duhet të meditojnë njerëzit që i kanë këto përgjegjësi mbi supet e tyre. Nëse i kanë këto, do të jenë vërtet në shpërblim të madh tek Allahu xhalesham, në xhenetet e tij. Pra, çdo të thotë është muafaq, i është dhënë sukses, i janë lehtësuar shkaqet e të mirës dhe janë hapur dyert e veprave të mira. Domethënë, Allahu jep sukses dhe qëndrueshmëri në vendimet e tij. Sepse qëllimi i tij është drejtësia dhe jo interesi personal i tij apo qëllime meskine. Ky sundimtar është përmendur ndër banorët e xhenetit, sepse ai qëndron në vendin më të rrezikshëm për shpirtin, subhanallahu, që është pushteti. Pozicioni më i vështirë për që njeriu ta mbajë veten dhe të mos bërë në gjunafe është pozicioni i pushtetit. Nëse të ka dhënë Zoti pushtet, atëherë ka shumë gjasa që njeriu të devijojë, të harnoj veten e tij, të bjerë në gabime që as i ka imagjinuar ndonjëherë, sepse shpeshherë është jashtë mundësive të tij për t'i përballuar nëse nuk ka një forcë të madhe shpirtërore dhe një mbështetje nga Allahu xhalesham. Pra është me zemër të lidhur fort me Allahun subhanahu wa taala dhe me synim për të bërë dobi njerëzve, jo për të ngritur mbi ta. Pra, thon dietarët në lidhje me këtë çështje, pra me pushtetin. Pushteti është sprova më e madhe e karakterit, subhanallahu. Pushteti është si një zjarr i fshehtë. Ai që përdor për drejtësi ngroh dhe ndriçon. Ai që përdor për vetveten, digjet prej tij. Profeti sallallahu alajhi wasallam e quajti drejtuesin e drejtë, një prej atyre 7 njerëzve kategorive që do të jenë nën hijen e arshit të Allahut subhanahu wa taala. Ditën e gjykimit që s'ka hije tjetër veç hijes së arshit të Allahut subhanahu wa taala. Do të jetë nën hijen atëherë kur gjithë do të jenë të vuajtur dhe të përvuajtur. Ky njeri i drejtë që mban drejtsinë, pra është udhëheqësi i drejtë. Dhe jo më kot. Sepse pushteti jep njeriu të mundësi të mëdha për të bërë drejtësi ose pa drejtësi. Dhe kush e zgjedh drejtsinë ka fituar një nder të rrallë, pra të udhëheq dhe të mos korruptohet.
do të nderohet shumë tek Allahu subhanahu wa taala. Në të vërtetë pushteti nuk e ndryshon njeriu. Pushteti nuk e ndryshon njeriu. Ai zbulon atë që është brenda njeriu. Pra çdo njeri atë që ka brenda do ta shfaqë në momentin kur i jepet pushtet. Jo se e ndryshoi dhe ai ndryshoi kur mori pushtetin, jo, ai ka qenë. Ashtu ka qenë. Dhe nxori në pa atë që kishte brenda në momentin që mori pushtetin. Nëse zemra e tij është e lidhur me Allahun subhanahu wa taala, ai sundon me drejtësi, fal, mëshiron, i trajton njerëzit si robër të Zotit, jo si pronë të vetën. Nëse zemra është e lidhur me dynjan, pushteti bëhet burim pa drejtësi dhe shkatrimi. Ai që sundon me drejtësi ka nevojë për 3 shtylla të forta vëllezërit e mi. Pra nëse njeriu i ka dhënë Zoti pushtet, ka nevojë për 3 shtylla të forta që të mund të arrijë këtë nder të madh që do t'i bëjë Zoti në xhenet. Edhe të jetë për xhenet live. 3 janë shtylla shumë të forta, ndër më kryesore, se janë të shumta ato që ka nevojë njeriu në këto poste. Së pari vëllezërit e mi, dije, të thellë dhe udhëzim. Pra dije, njohuri të thellë në të gjitha aspektet, sidomos në çështjen fetare dhe në lidhje me frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ai duhet të njohë të drejtën nga e shtremta, halalin nga harami, parimet e fesë dhe ligjin e Zotit mbi krijesat. Pa dije, drejtësia kthehet në arbitraritet. Prandaj dietarët kanë thënë, ai që gjykon pa dije është i padrejt edhe kur ja qëllon të gjykojë drejt. Nëse gjykove pa dije, edhe po ja qëllove, ti je i padrejt. Sepse nuk lejohet gjykosh pa dije. Prandaj sundimtari i drejtë kërkon udhëzim në çdo çështje. Ai lexon, këshillohet dhe di se pa diturinë e saktë nga Zoti subhanahu wa taala, pushteti është verbëri. Prandaj sidomos në kohën në të cilat është e pamundur njeriu të ketë një dituri të tillë ose e ka shumë të vështirë dhe ka peshë të madhe, njeriu duhet të shmanget këtyre posteve, këtyre pozicioneve. Se vallahi do më ka për të zhytur në padrejtësi shumë të mëdha. Së dyti, ka nevojë për iman të sinqertë dhe të qëndrueshëm. Iman në Allahun subhanahu wa taala. S'ka drejtësi të qëndrueshme pa iman. Sepse drejtësia vërtet buron nga bindja që Zoti po të sheh. Edhe kur askush nuk të kontrollon. Ai që sundon me iman, me besim të pastër, e ndjen pushtetin si barr, jo si privilegj. Në çdo vendim kujton ditën kur do të qëndroj para Allahut subhanahu wa taala dhe do ta pyes Zotin xheleshan. Ai e di shumë mirë fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam kur thotë: "Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi." Çdo kush nga ju është bari dhe çdo bari do të pyetet për grigjin e vet, për tufën e vet. Mendo, kur çdo njeri qoftë edhe një prind do të pyetet për familjen që ka nën vete. Pa ai që ka nën supet e tij gjithë shtetin, gjithë njerëzit të cilët janë nën hyjmin e tij, ai do të pyetet për ta. Dhe jo vetëm për një aspekt, por shumë aspekte. Për të gjitha aspektet që ai është përgjegjës mbi ta. Prandaj, ky njeri domethënë gjithmonë nëse nuk ka iman të pastër të sinqert, frikë, lidhje me Allahun subhanahu wa taala, si do mundet të mbajë drejtsinë e të shpëtojë domosdoshmë nga zullumi, edhe të dalë faqebardh para Allahut subhanahu wa taala? Si do mundet? Kjo ndërgjegje e bën pra me iman të pastër, e bën ai të flasë gjithmonë me maturi, të vendosë me panësi dhe të ndjej dhimbjen atyre që i sundon dhe i kanë nën hyjën. Së treti, adhurimi i vazhdueshëm lidhje me Zotin xheleshan. Pushteti e lodh shpirtin, e gryen zemrën dhe rrezikon që të zhytet robin në lloj-lloj hunerësh. Nëse nuk është i lidhur vazhdimisht në adhurim me Zotin xheleshan. Ka nevojë për një forcë shpirti, zemre, e cila nuk vjen pa adhurime ndaj Allahut xheleshan. Prandaj sundimtari i drejtë ka nevojë për lutje, istighfar dhe ibadet, që të pastrojë veten çdo ditë nga pluhuri i dynjas. Në vetmi ai qëndron përpara Zotit, jo si sundimtar tashmë, po si rob i nënshtruar, që ka frikë, ka nevojë për faljen e Zotit, ka nevojë për kujdesin e tij. Si gjithë robërit e tjerë, madje edhe më i përulur se ata. Se ai ka nevojë më shumë se të tjerët që, domethënë të ketë ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, faljen e tij, udhëzimin e tij. Në vetmi pra ai qëndron para Zotit si rob, jo si sundimtar. Dhe ky është sekteri i tij, pse drejtësia e tij mbetet e gjallë. Sa më shumë të përkulet në sejdë, aq më shumë e ngre Zoti xheleshanu në grada. O vëllezërit e mi, ky lloj sunduesi sundon për dobi dhe jo për dominim. Pra ky që është nga banorët e xhenetit, do të jetë i nderuar nga banorët e xhenetit. Ai sundon për të qenë i dobishëm për popullin e tij, për ata që kanë nën vete, dhe jo për të dominuar mbi ta, për të përfituar për veten e vet. Ky njeri nuk e sheh pushtetin si çmim për t'u kënaqur,
po si amanet për të dorëzuar me nder. Ai e di se çdo ditë që kalon me njerëzit është provë para Zotit. Ai mbrojtje të dobtit, ai fali gabimet e njerëzve, ai ndaloi padrejtësitë. Për të fitimi më i madh nuk është pushteti për kënaqësia e Allahut xhaleshan. Përfundim pra vëllezërit e mi në lidhje me sunduesin e drejtë, që do të jetë nga xhenetlit. Kjo lloj kategorie shumë e lartë. Janë të zgjedhur nga Zoti subhanahu wa taala. Dhe sa të pakët janë ata. Mendoni, kur Allahu xhaleshanu i drejtohet Davudit alayhis salam, mbretit më të mirë, ose nga mbretit më të mirë që ka njohur dunjaja, ishte edhe profet. I drejtohet atij thot: "Uhkum baina an-nasi bil adl." O Daud, drejto me drejtësi ose udhëheq me drejtësinë ndër njerëz. Dhe urdhëron që të jetë mirënjohës. Dhe i thotë që mos u bind shumicës që janë në tokë se do të devijojnë nga e vërteta. Atëre, mendoni se sa përgjegjësi të madhe. Daudi që ishte profet alayhis salam. Ishte profet ndër profetët të nderuar. Dhe prap Zoti subhanahu wa taala e këshilloi me shumë këshilla të tilla. Ky është sundimtari pra që Zoti e do. Sepse sundon veten para se të sundojë të tjerët. Ai ka pushtetin në dorë, por nuk e ka në zemër. Ka ndikim mbi njerëzit, por nuk e harron se është vetë rob i Zotit dhe është nën fuqinë e Zotit subhanahu wa taala. Me dijen që ndriçon, me imanin që e ruan dhe me adhurimin që e forcon vazhdimisht, ai bëhet një dritë dhe drejtësi në tokë. Pra, mëshirë për njerëzit. Një udhëheqës i mirë subhanallahu është mëshirë për krijesat. Dhe me të elhamdulillah Allahu subhanahu wa taala përhap khairin dhe shtyp sherrin dhe zullumin. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, e ata që gjykojnë me drejtësi thotë, do të jenë në poltrone prej drite pranë arshit të Allahut subhanahu wa taala. Poltrone të larta prej drite. Ata që gjykojnë me drejtësi. Por kjo është sfidë e madhe, sprovë. Së dyti, kategori tjetër për banorëve të xhenetit. I pari sundimtari me këto cilësi që përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam. Së dyti, një burr i mëshirshëm, me zemër të butë, ndaj çdo të afërmi dhe çdo muslimani. Fillimisht e përshkroi profeti sallallahu alaihi wasallam njeri i mëshirshëm, i mbushur me ndjenja dhe mirësjellje ndaj të vegjëlve dhe të mëdhenjve. Me zemër të butë, që zbutet dhe përlotet, kur përmendet Allahu dhe kur dëgjon këshillën. Ai shplot dëmshuri e dashuri për të afërmit e tij, por edhe për gjithë muslimanët. Duke dhënë për ta të mira, ndihmë dhe duke u shërbyer me aq sa ka mundësi, me ato mundësi që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ky është njeriu me zemër të butë që ndjen dhimbjen e të tjerëve, i gëzohet mirësisë dhe përpiqet të bëjë mirë pa pritur lavde dhe me njohje nga njerëzit. Një njeri i dobishëm, i thjeshtë, por me zemër të butë, të dashur, të dhimbsur. Ai është çdo njeri si krijesë të Allahut dhe çdo shpirt si të shtrenjtë në sytë e Zotit xhaleshan. Por çfarë bën një njeri të jetë i tillë? Pa këto janë cilësi të mira. Këta do të jenë banorë të xhenetit. Njerëzit duan hajrin për të tjerët. Udhimsen, edhe ndjejnë në zemrën e tyre dhe mësuri të madhe për ta. Çfarë bën këtë njeri që të jetë i tillë o vëllezërit e mi? Se çdo gjë ka një shkak. Çdo ndjenjë që lind në shpirt ka një diçka që e nxit atë. Dëgjoni çfarë thon dietarët. Së pari vëllezërit e mi, është devotshmëria ndaj Allahut xhaleshan. Devotshmëria e vërtetë bën njeriu të ndjeshëm ndaj tjetrit. Ai që di se Allahu e sheh në çdo çast, ky është i devotshëm. Prandaj dhe i zbaton urdhëresat, i lën ndalesat, nga frika që kanë nga Zoti subhanahu wa taala. Dhe di që Allahu e shikon në çdo çast dhe e mbikëqyr veprat e tij. Prandaj, ai që e di që Allahu e sheh në çdo çast, nuk mund të sillet me ashpërsi, për çmim apo pa drejtësi ndaj njerëzve. Do jeti butë me ta, sepse po butësinë pret nga Zoti xhaleshan. Po mëshirën pret nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj është i mëshirshëm me të tjerët. Në çdo situatë ai kujton fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam, mëshironi ata që janë në tokë, t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Devotshmëria është ndëron mëshirën nga një ndjenjë thjesht dhe mësuri të natyrshme e kthen në parim. Pa njeriu e ka në parimin e tij që të jetë i tillë me njerëzit, pra i mëshirshëm dhe i dhëmshëm me ta. Ajo bën njeriu të butë në fjalë, të kujdesshëm në gjykim dhe të gatshëm për të falur, edhe për të toleruar. Ai që është i vetëdijshëm për Zotin nuk e shikon më njeriu me kategori apo me statuse të ndryshme, sipas fisit apo pozitës që mund të ketë, por si vëlla përpara Zotit xhaleshan. Për të gjithë, pra ka dhe mësuri dhe përpiqet për hajrin e tyre. Së dyti, frika, el-khashje. Pra këtë njeri e bën që të jetë i tillë frika nga Zoti xhaleshan. Dhe kjo e mbron që ai të mos jetë arrogant dhe të jetë mizor, as pak. Frika e Zotit është vetëdije për madhështinë e Allahut xhaleshan. Ai është i qartë që Allahu
është i madhërisëm. El khashje çfarë është? Frika ndaj Zotit, duke qenë se je i ditur për madhështinë e tij dhe për faktin që ka të gjitha në dorë. Dhe ai i nështron gjithçka. Njeriu që ka këtë ndjenjë e kontrollon veten në momentin e zemërimit. Nuk e përbuz të doptin. Nuk e haron përgjegjësinë për fjalët që do të thotë. Ai kujton se çdo fjalë dhe çdo sjellje do dal para Allahut subhanahu wa taala, kur askush nuk do të fshehë dot asnjë gjë prej veprave dhe fjalëve të tij. Kështu frika e Zotit e kthen mëshirën në një forcë morale. Ai fal jo nga dobësia, por nga frika që ka ndaj Zotit subhanahu wa taala. Sepse di që Allahu është i plot pushtetshëm mbi të. Edhe më i pushtetshëm se ky ndaj atij që i ka marrë padrejtësi. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk është i fortë ai që e mund tjetrin, e mposht me forcë. Por i fortë është ai që përmban veten në momentin e zemërimit. Kjo është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, këta njerëz i bën të tillë shpresa për shpërblim. Pra, kjo është ajo që i bën të vazhdueshëm në këtë mirësi, pra në butësinë e tyre, në dëmshurinë e tyre. Shpresa për shpërblimin e Allahut dhe për butësinë dhe faljen dhe mëshirën e Zotit xhaleshan. Ai nuk pret falënderim nga njerëzit, as lavdërim nga bota, e di se çdo fjalë e butë, çdo ndihmë, çdo lot që i fshin tjetrit është depozituar në librin e Allahut subhanahu wa taala. Kur bën mirë, ai ndjen kënaqësinë e brendshme të afrimit me Allahun subhanahu wa taala, sepse di që Allahu e do mëshirën. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Allahu subhanahu wa taala mëshiron për robëve të tij ata që janë të mëshirshëm. Pra duke qenë se di që mëshira shpërblehet dhe di që nëse do të mëshirosh të tjerë, do të mëshirojë Allahu subhanahu wa taala. Edhe më shumë se sa mund ta imagjinosh, elhamdulillah, kjo bëhet shprehi e tij dhe bëhet pjesë e jetës së tij. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam këtë njeri e përshkroi edhe me këtë cilësi tjetër. Zemra e butë, raqiqul qalb. Profeti e përshkroi pra se raqiqul qalb, të butë, të ndjenjë, pra në ndjenjë dhe të përthyeshëm, të përshtatshëm me njerëzit. Nuk është i pavolitshëm, nuk është i ngurtë, i vrazhd. Por është çfarë? Ka një zemër të butë, e cila përshtatet ashtu sikurse, domethënë, u lehtëson njerëzve. Kjo butësi nuk është dobësi, por është shenjë e gjallërisë së imanit të tij dhe gjallërisë së shpirtit. Zemra që qan për të varfrin, përjeton dhimbjen e jetimit, gëzohet me gëzimin e besimtarit, është zemër që ka dritë. Imam Ibn Qayyim thotë, sa më shumë mbushet zemra me dashurinë për Allahun subhanahu wa taala, aq më shumë zgjerohet me mëshirë për krijesat e tij. Pra kjo tregon kur ai ka kaq mëshirë dhe dëmshuri për to, zemra e tij është mbushur me dashuri për Allahun xhaleshan. Ai është robi i Allahut, e ka zgjedhur Allahu. Këta janë banorët e xhenetit që ecin në tokë. Nëse shikon njerëz të tillë të mirë, këta janë banorë xhenetit subhanallahu. Nuk presin shpërblime nga njerëzit. Askush nuk i njeh, se ndoshta nuk i jep rëndësi, por ata din të falin, din të japin mirësi dhe hajër. Ai është njeriu që në heshtje dhe dashuri mbjell dritë në këtë botë, subhanallahu. Mbjell shpresë, mirësi, jep forcë, jep mbështetje, bëhet krah, bëhet shpinë që mbështet ata që kanë nevojë. Njerëz të tillë mbase subhanallahu me fjalë të buta, me mëshirë që drejtojnë her pas here, mbase këta me këto fjalë janë njerëzit më të dobishëm në këtë dynjë subhanallahu. Se shumë e shumë që mund të kenë pushtete, mund të kenë lloj-lloj forcash, por forca që falin këta njerëz me dëmsurinë e tyre, mbas edhe me lotin që derdhin kur ke nevojë ti, edhe me ndarjen e dhimbjes që bëjnë me ty. Subhanallahu, mbas janë mbështetja më e madhe që mund të përjetojë njeriu në jetën e kësaj dynjaje. Këta nuk shkojnë bosh këto lloj veprash, subhanallahu, tek Allahu xhaleshan. Këto do shpërblehen tek Zoti xhaleshan. Dhe këta janë banorë të xhenetit. Dhe së treti o vëllezërit e mi, profeti sallallahu alaihi wasallam përmendi një njeri të ndershëm, el afif, el mutaaffif, dhu iyal, subhanallah, çfarë përshkrimi, cilësi të mrekullueshme. Luma ata punëtor të mirë në jetën e kësaj dynjaje, dhe do të flasim pjesën e dytë të hutbes për këtë. Pra, luma ata punëtor të mirë që punojnë me ndershmëri, me pastërti, janë afif, pra nuk e shtrin dorën, nuk e ulin veten tek të tjerët, janë të ndershëm në punë, punojnë me aq sa kanë mundësi për të mbajtur familjen, por nuk e harrojnë asnjëherë lidhjen me Allahun xhaleshan. Elus Allahu subhanahu wa taala na pajis me këto cilësi të mira dhe të bukura. Elus Allahun na forcoj imanin dhe besimin tek ai, na bëj të dobishëm, të dashur, të mëshirshëm dhe mbështetës të njerëzve. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi al-azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ja dhe përshkrimi i kategorisë të tretë që profeti sallallahu alaihi wasallam na tregoi se do të jenë banor të xhenetit. Për njerëzve që jetojnë në këtë dynja. Së pari profeti sallallahu alaihi wasallam këtë personin e tretë e përshkruan duke thënë njeriu i ndershëm dhe i përmbajtur. El-afif, el-mutaaffif. Ky është njeriu i lirë në shpirt, që jeton me dinjitet dhe i përmbahet udhëzimeve të Allahut xhaleshanu. Pa e përkullur veten për askën tjetër. Ai nuk i afrohet të ndaluarës, nuk e ndot shpirtin me turp dhe nuk e ul kokën për interes. Ai kërkon, ky është afif. Pra asnjëherë nuk lëshon pe në parimet e tij thjesht për të servilosur. Dhe nuk e ul kokën duke hequr dorë nga krenaria e tij. Është njeri i ndershëm, kjo është afif, do shpjegohet më poshtë. Ai kërkon të jetojë me ndershmëri dhe lidhje të fortë me Zotin xhaleshan. Njeriu i ndershëm e sheh jetën si amanet prej krijuesit, jo si pasuri për të shfrytzuar dhe për të kënaqur në mënyrë të shfrenuar me të. Ai ruan ndershmërinë e trupit, gjuhës, pasurisë dhe qëllimit të tij. Nuk kërkon të u pëlqejë njerëzve, por që Zoti të jetë i kënaqur me të. Në vetminë e tij ai ndjen praninë e Allahut më shumë se çdo sy njerëzor. E ndjen mbikëqyrjen e Zotit. Është i devotshëm. Kur të tjerët matin suksesin me pasuri, ndikim apo famë, ai e mat me afërsinë ndaj Zotit xhaleshan. Dhe me paqen që ndjen kur vepron drejt dhe qëndron brenda parimeve të veta. Nuk i tretton ato. Së dyti, ai nuk përkulet askujt veç se Zotit xhaleshan. Ky njeri ka dinjitet shpirtëror, është afif, el-afaf. Pra është dinjiteti shpirtëror. Nuk e ul kokën për interes. Nuk i shërben të ligut për përfitim. Nuk e shet të vërtetën për pak pasuri. Ai di se kush kërkon nga krijesat, do mbetet i varfër. Nësa kush kërkon nga krijuesi, do pasurohet. Në çdo hall, ai drejton dorën dhe zemrën vetëm tek Allahu xhaleshan. Askujt tjetër. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, "Men yasta'fif, ya'ifuhu Allah." Allahu do të, pra kush e ruan nderin e tij dhe dinjitetin, personalitetin e tij, ka për t'i ruajtur Zoti. Pra ai që përpiqet dhe vendimet që i merr që të ruajë ndershmërinë e tij, ka për t'a ruajtur Allahu xhaleshan. Allahu do ta bëjë të ndershëm. Dhe kush përpiqet të kultivojë durimin, Allahu do t'i jap durim. Buhariu Muslimi. Ai duron dhe kujdeset të jetë i mirë në çdo rrethan. Nuk ankohet, nuk shfaq pamje të mjerimit, as nuk e përgojon apo të rebelohet me kaderin e Zotit. Në vërtetësi ai ruan qetësinë dhe dinjitetin, sepse e di se Zoti i tij është i drejtë dhe nuk harron asnjë vepër të mirë. Është i qetë. Edhe nëse është në vërtetësi, Zoti është i mirë, elhamdulillah. Jam përpjekur të mbaj drejtësinë, të mos lëshoj parimet e mia dhe elhamdulillah ka shpresë që Allahu subhanahu wa taala nuk e harron asnjë vepër të mirë. Durimi i tij nuk është pasivitet, por forcë që lind nga bindja. Çfarë bindje? Se çdo e mirë vjen në kohën e saj. Pra pret me durim të mirën dhe është i sigurt që do të vijë nga Allahu xhaleshan. Kur të tjerët të rrezohen për shkak të lakmisë, ai ngrihet për shkak të besimit dhe durimit të tij. Në hadith janë përmendur pra përshkrimi i këtij njeriu el-afif el-mutaaffif. El-afif është i ndershmi, ai që ndershmërinë ka të rrënjosur në shpirt. Është natyra e tij. Pra e ka dhënë Zoti një lloj natyre të tillë që se ul kokën. Është njeri që përpiqet vetë, njeri që jetë i dobishëm, mos jetë barr për të tjerët. Ky është i ndershmi. E ka në natyrën e tij, ka dhënë Allahu xhaleshan. Kurs mutaaffif, që përmend profeti sallallahu alaihi wasallam, el-mutaaffif, ai që përmbahet, pra ai që lufton me veten. Mund të mos jetë i tillë, se edhe rrethanat nuk janë të tilla në dynja gjithmonë. Mund të ketë vështirësi, e megjithatë ai përpiqet. Pra është ai që lufton me veten, derisa të arrijë ndershmërinë si virtyt të qëndrueshëm. Të dy janë të dashur tek Allahu. Por ai i pari është si burimi i pastër që rrihet vetvetiu, ndërsa i dyti është si njeriu që pastron ujin e tij me përpjekje të vazhdueshme. Ky njeriu vëllezërit e mi është i lirë në shpirt, por rob i Allahut subhanahu wa taala. Jeton me nder, ruan moralin, nuk e ul vetëm për të ushqyer nga dora e krijesave. Për të varfëria nuk është mungesë, por stolisje me krenari dhe besim. Në botën e lakmisë dhe turpit, ai ecën si dritë, me zemër të lidhur fort me Allahun xhaleshan, i përmbajtur, i pastër, i qetë. Ai di mirë fjalën e Allahut subhanahu wa taala, asnjëherë se heq nga shpirti. O me yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja. Ai që i friksohet Allahut, Allahu do t'i japë rrugëzidhje për gjithçka. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dhe ka për ta furnizuar Zoti ande nga nuk e pret mendja. Është i qetë në këtë vendim që ka marrë për veten e tij. Përveç kësaj, o vëllezër e mi, ajo që është shumë madhështore, mendoni pak, e përshkruan profeti sallallahu alaihi wasallam, dhu iyal. Pra ai ka familje të gjerë, të shumtë. Iyal, çfarë janë iyal? Ata që njeriu i kanë përgjegjësinë vet, që presin nga duart e tij, janë të pafuqishëm. Grua, fëmijë, njerëz të dobët që kanë në kujdesin e tij. Mendoni subhanallahu çfarë përshkrimi bën profeti sallallahu alaihi wasallam këtij njeriu. Pra, ai është njeriu me familje, me fëmijë e të tjerë, që ka detyrë të ushqej, por nevojat e familjes dhe frika nga furnizimi i tyre nuk e shtyn të braktisë mbështetjen tek Allahu, ose të rënoj personalitetin e tij. Asnjëherë. Sepse qëllimi në këtë dynja është na sprovoj Zoti, na sprovoj me të gjitha drejtimet. Nuk mund njeriu të heq dorë nga parimet e tij, thjesht vetëm se ka hallë ose ka nën veten e tij njerëz që kanë nevojë për ta. Jo, asnjëherë. Allahu subhanahu wa taala nuk të vendos në pozita të tilla që të rënoj parimet e tua për shkak të nevojave që ka. Allahu të ndihmon subhanahu wa taala. Thjesht sprov që njeriu do sprovohet në jetën e kësaj dynjaje. Pra edhe një herë, ai është njeriu me familje, por i qëndrueshëm në afafin e tij, në ndershmërinë e tij, personalitetin e tij. Ai nuk është asket i shkëputur nga jeta. Nuk është murg që jeton domethënë pas një lloj përgjegjësie vetëm veten e vet. Jo. Dëgjoni, jo se s'ka të tillë, se ka dhe njerëz që mund të jenë të kushtuar në adhurim, nuk janë martuar dhe nuk kanë familje. Por profeti sallallahu alajhi wasallam sjell këtë kategori që janë të shumë në dynja. Njerëzit që janë në dynja, shumica e tyre janë të tillë. Cili nga këta do të jetë banori i xhenetit? Për ata që janë me familje, me fëmijë e tjerë, dëgjoni me kujdes. Ai nuk është asket i shkëputur nga dieta, por burr me familje, fëmijë dhe përgjegjësi. Ka nevoja reale, ka barqe që presin ushqim, fëmijë që kërkon për kujdesje. Por megjithatë asnjë prej këtyre rrethanave nuk e shtyn të dalë jashtë kufive të ndershmërisë, afafit. Nuk e lejon varfërinë ta ul, as dëshirën për furnizim ta poshtëroj. Ai e di se furnizimi është prej Allahut dhe kjo bindje bën të qetë edhe në varfëri dhe mungesë. Ai punon përpiqet dhe mban përgjegjësi, por zemrën e ka të mbështetur tek Zoti, jo tek mjetet. Kështu puna e tij është adhurim, jo lakmi. Përpjekja e tij është nder, jo varësi dhe përulësi. Asnjë shkak nuk e detyron të dalë jashtë kufive të ndershmërisë. Ky njeri nuk e përdor asnjë justifikim për të shkelur kufirin e hallallit. As varfëria, as fëmijët, as nevoja, as shembuj tek qin jetën e kësaj dynjaje që janë të shumtë, të cilët shkelin gjithçka vetëm e vetëm të arrijnë që të marrin një kafshat. Edhe shembujt e shumtë nuk e bëjnë këtë që të heqë dorë nga ndershmëria e tij. Ai e di se asnjë hall nuk e bën të lejuar haramin. Dhe se çdo rrugë jashtë urdhrit të Allahut është poshtërim, jo shpëtim. Në sprov, ai kujton fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, kush largohet nga lypja, Allahu do ta ruaj. Kush ruan ndershmërinë, Allahu do ta bëjë të ndershëm, dhe kush duron, pra bën durim, Allahu ka për t'i dhënë durim. Buhariu dhe Muslimi. Kështu edhe kur trupi i lodhet, dora i thahet nga puna, shpirti i tij mbetet i pastër, i qetë, sepse di se nderi dhe bukuria e besimtarit qëndron në ruajtjen e dinjitetit për hir të Allahut xhaleshan. Dhe së fundmi, ai e siguron jetesën me dinjitet. Ky njeri nuk i kërkon njerëzve atë që kanë në duar, sepse zemra e tij nuk pranon të zvaritet. Ai është nga ata që si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, el yedul ulya khairun min yedis sufla. Dora që është sipër është më mirë se dora që është poshtë. Pra dora që jep është më mirë se dora që merr. Kjo është në mendjen dhe zemrën e tij. Ai punon me ndershmëri, qoftë edhe në punë të thjeshta, sepse ushqimi i hallallit, sado i pakët, është më i ëmbël se çdo fitim i ndaluar. Ai nuk kërkon keqardhje, nuk ankohet, nuk shfaq pamje të mjerimit, ai mbulon nevojat e tij me durim dhe i përballon me besim. Në sytë e botës më duket i thjesht, por në përpara Zotit xhaleshan, në syrin e Zotit, ai është fisnik, sepse ka ruajtur më të shtrenjtën që mund të ketë njeriu, nderin dhe mbështetjen e pastër tek Allahu xhaleshan. Parimet e tij. Fundit jeta e dunjas për çfarë është? Ka vënë Allahu të sprovoj, dole faqe bardhë, adhurove Zotin, ju mbështetë Allahut, nuk ka asnjë lloj poshtërimi në dynja, vetëm nder, vetëm mirësi. Kaq është se sprovë dynjas. Jo të gjithë do të jenë të pasur. Jo të gjithë do të kenë gjithçka që e duan në jetën e kësaj dynjaje. Prandaj një njeri i tillë, në fakt kjo janë shumica e njerëzve që janë në këtë pozicion, që mund të arrijnë të jenë të tillë. Elusallahu subhanahu wa taala na bëj prej besimtarëve të mirë.
Nësë Allah në bëj për të ndershmëve, që janë e ruajnë afafin dhe jetë affefun, pra kujdesin që të ruajnë dëshmërinë. Së fundi vëllezërit e mi, çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ashtu si Allahu subhanahu wa taala urdhëron dhe thot në Kur'an: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.